Më shumë se gjysma e punëtorëve të huaj të ardhur në Shqipëri gjatë vitit 2024 janë angazhuar në sektorin e turizmit. Sipas të dhënave zyrtare të tatimeve, vetëm në muajt qershor-shtator janë punësuar 6.906 shtetas të huaj në hotele, bare, restorante dhe shërbime mbështetëse, duke përbërë 55% të totalit të punonjësve të huaj në vend. Shifrat tregojnë se turizmi ka thithur më shumë punëtorë në korrik dhe gusht, me gati 1.900 të huaj për secilin muaj, ndërsa kërkesat për leje unike nga shtetas të huaj arritën në mbi 12.000, një rritje 29% krahasuar me vitin 2023 dhe trefishuar që nga viti 2018. Punonjësit e huaj janë punësuar kryesisht në shërbim hotelier, kuzhinë, mirëmbajtje, sportel, pastrim dhe pozicione kamarierësh, duke plotësuar boshllëqet e fuqisë punëtore në destinacionet kryesore turistike si Durrësi, Vlora, Saranda dhe Shëngjini. Megjithatë, sipas ekspertëve, pesha e punëtorëve të huaj në tregun shqiptar mbetet e vogël, vetëm 2% e totalit të punësuarve, çka tregon se ndikimi i tyre në ekonominë kombëtare është ende i kufizuar. Sfidë mbetet edhe largimi i tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe mungesa e kualifikimeve reale për kundrejtësi vivit të paraqitura.